35 vite më parë, mijëra shqiptarë shpërthyen murin e portit të Durrësit për të udhëtuar drejt Italisë. Në datat 5, 6 dhe 7 mars të vitit e largët 1991, ata shfrytëzuan anije tregtare që ishin të ankoruara në Kalata për të larguar nga Shqipëria drejt një bote të panjohur, por të ëndërruar. Në kujtimet e dëshmitarëve, eksodi i 3 ditëve të marsit të 35 vite më parë është një ngjarje e trisht, ku nuk kanë munguar edhe kërcënimet e presionet ndaj ekuipazhit. Më 6 mars të vitit 1991, më shumë se 3.000 shtetas lanë Shqipërinë dhe hipën në bordin e anijes Tirana për të nisur drejt Italisë. Detarët risjellin mes emocionesh ato ditë historike që shërbyen edhe për t'i dhënë goditjen e fundit diktaturës. Ato ditë më të vështira s'ka ku shkojnë për Shqipërinë. Plus që na ikën njerëzit të rinj, se na ikën gjëra, që thoshti, zi e Shqipërisë ka qenë. Këtu vinë edhe makinat dhe aeroportit, zbriqin me gra, me fëmijë në krah, edhe që i drejtoshin anijeve. Anijet u dhanë disa urrat shumë të gabuara në fillim, që shumë ekipazhe ikën, i abandonun anijet. Mos arrift asnjëherë ai eksod pa kontrolluar. Jeta ka qenë e vështirë. Kupton? Njerëzit ishin të hetur për me ik. Eksodi i marsit të vitit 91 numëroi afro 25.000 të ikur në 3 ditë. Ikjet nga deti vijuan për muaj me radhë në përmasa më të vogla, duke u shndruar në lajmin e parë të mediave ndërkombëtare. Ky ishte migrimi më i madh i shqiptarëve ndër 5 dyndjet që numërohen nga porti i Durrësit drejt Italisë.